Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit më shpëlotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe me të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur agjërues dhe agjëruese. Në emisionin e ditës së sotme do të vazhdojmë me këshillat në muajin e begatë të Ramazanit, ku kemi këshillën e dytë që ka të bëjë me investimi shpirtëror që njeriu duhet të bëjë në muajin e begatë të Allahut të madhëruar, në muajin e Ramazanit. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: O ju njerëz, me të vërtetë ju ka ardhur muaji i Allahut me bereqet, mëshirë dhe falje. Është një muaj në të cilin jeni ftuar në gostinë e Allahut dhe jeni bërë prej atyre që gëzojnë nderimin e tij. Andaj, kërkojeni Allahut, Zotit tuaj, me niyete të sinqerta dhe zemra të pastra, që t'ju jap sukses për agjërimin e tij dhe për leximin e librit të tij. Sepse i miri është ai që privohet nga falja e Allahut në këtë muaj të madh. Një ftesë fisnike kjo, që e drejton i dërguari i Allahut njerëzimit drejt mikpritjes më të lartë, që mund të synojë një njeri në këtë botë. Dhe kjo mikpritje është mikpritja e Allahut të madhëruar në muajin e tij të begatë, në muajin më të mirë, në ditët më të mira dhe netët dhe orët më të mira që mund të përjetojë njeriu. Qëllimi i kësaj ftese është forcimi i lidhjes me Allahun e lartësuar, përmes pastrimit të shpirtit dhe ndërtimit të vullnetit të lidhur me fuqinë e besimit të plotë. Një besim që rregullon marrëdhënien e njeriut me Allahun dhe me shoqërinë dhe jetën që ka në këtë botë, si dhe përcakton fatin e tij në botën e përjetshme. Cilat janë parimet e investimit shpirtëror në muajin e begatë të Ramazanit? Muaji i Ramazanit është ndër ditët muajt më madhështor të Allahut, në të cilën besimtari nuk duhet të humbas as edhe një mundësi për përfitim shpirtëror dhe për ndërtimin e fortesës së shpirtit besimtar. Ndër bazat më të rëndësishme që ndihmojnë në ndërtimin e këtij drejtimi janë si më poshtë. E para, njeriu duhet të investojë në ndjenjën e thellë se Allahu e ka veçuar agjërimin për veten e tij, pra për Allahun. Ndër veçoritë madhështore të këtij muaji është se Allahu i lartësuar e ka veçuar shpërblimin dhe madhësinë e shpërblimit të agjëruesit për veten e tij, ndryshe nga veprat e tjera. Siç thuhet në hadithin kutsi se çdo vepër e birit të Ademit është për të, përveç agjërimit. Ai është për mua, thot Allahu, dhe unë vetë shpërblej për ta. Kjo pikë është shumë e thellë, sikur Allahu të thotë për njerëzimin se ka një adhurim që unë e dua në mënyrë të veçantë. Dhe kjo e bën agjërimin, jo vetëm obligim për njeriu, por një lidhje shumë të ngushtë mes robit dhe Zotit të tij. Ndoshta kjo është për arsye se ai që falet apo ai që kryen haxhin mund të kryej këto sa për sy e faqe të njerëzve, duke kërkuar famë dhe reputacion nëpërmjet tyre. Ndërsa ai që agjëron në muajin e Ramazanit, zakonisht nuk agjëron për tjetër kënd përveç Allahut, sepse agjërimi rradhëherë depërtohet nga syfaqësia. Kjo për faktin se ai që do të shtirej si agjërues mund të hajet të pinë vetmi, ndërkohë që para njerëzve sillet si një agjërues dhe duke mbajtur agjërimin në një mënyrë të denjë, por në realitet ai dyftyraku që bën këtë gjë të tillë nuk quhet prej agjëruesve. Kjo është një pikë shumë e thellë pedagogjikisht, sepse agjërimi është adhurim i fshehtë midis njeriut dhe Allahut. Është një sekret mes robit dhe Zotit të gjithësisë. Dhe pikërisht kjo e pastron jetën dhe e bën njeriu më të denjë në këtë adhurim
sepse është një gjë që ti e lidh veten me Zotin e gjithësisë dhe e lidh ndjeshmërinë tënde dhe ndërgjegjen tënde me Allahun e Madhëruar. Pika e dytë, ose parimi i dytë, si mund të themi, prej parimeve të investimit shpirtëror në këtë muaj, është përkujtimi i Allahut dhe kthimi tek Ai. Në hutben e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, shohim se ai ka thënë se është një muaj në të cilin jeni ftuar në gostinë e Allahut dhe jeni bërë prej atyre që gëzojnë nderimin e Allahut. Frymëmarrjet tuaja në të janë tesbih, lavdërim, gjumi juaj është adhurim, veprat tuaja janë të pranuara dhe lutjet tuaja janë të përgjigjura në këtë muaj. Dhe kujtoni me urinë dhe etjen tuaj në të, urinë dhe etjen në ditën e Kiametit. Vërehet se muaji i gati Ramazanit është muaji i kthimit dhe i përkujtimit dhe i pendimit njëkohësisht. Shumë prej atyre që kanë qenë të shkujdesur, mëkatar, apo dhe që kanë qenë mëkatar hapur, pra duke deklaruar që nuk adhurojnë Allahun, nuk besojnë në këtë rrugë të drejtë, mund të kthehen tek Zoti i gjithësisë. Dhe Zoti i tyre i fal dhe i mëshiron ato, sepse në këtë muaj dyert e pendimit, të faljes dhe të mëshirës janë të hapur për këdo. Njerëzit të cilat falnin namazin, jepnin zakatin, bënin vepra të mira, braktisnin të ndaluarat dhe shthurjen, pikërisht këto njerëz lavdërohen dhe ngrihen në gradat më të larta pikërisht në muajin e begatë të Ramazanit. Edhe pse pas përfundimit të muajit të Ramazanit një pjesë e njerëzve rikthehen gradualisht në ritmin dhe zakonet e mëparshme të jetës, duke e lënë pas disiplinën dhe përkushtimin e atij muaji kaq të begat, një pjesë tjetër e merr muajin e Ramazanit si piknisje të një transformimi të thellë dhe i qëndron në vendosmëri rrugës së drejtë dhe të denjë. Dallimi nuk qëndron vetëm tek veprat e jashtme, por te gjurma që lë ky muaj në zemrën, shpirtin, mendjen dhe qendjen e njeriut. Parimi i tretë është kujdesi dhe përkushtimi ndaj leximit të Kuranit të shenjtë në këtë muaj kaq të begat. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dhe kush lexon në të, pra në muajin e Ramazanit, një ajet nga Kurani, do të ketë shpërblimin e atij që e ka përfunduar pra hatme të tërë Kuranin në muajt e tjerë. Gjithashtu është transmetuar në një hadith tjetër diçka thotë, çdo gjë ka pranverën e saj, ndërsa pranvera e Kuranit është muaji i Ramazanit. Sikur zemrat në Ramazan të zgjohen si toka pas dimrit dhe ajetet të çelin në to si lulet më të bukura. Pra muaji i begat i Ramazanit nuk është vetëm muaji i urisë fizike, por është muaji i ushqimit të shpirtit, të zemrës, të qenies dhe ushqimit të gjithë trupit ton nga ana brendshme me ajetet kuranore. Leximi i shenjtë i Kuranit është një nga adabet ose etikat shpirtërore më të rëndësishme të këtij muaji kaq të begat, i cili ka fuqinë ta ngrejë njeriu në atë gradën më të lartë shpirtërore, shkallë pas shkalle, derisa të arrijë në gradën më të lartë. Kjo fjali e vendos Kuranin si mjet ngritjeje graduale, jo thjesht lexim, por një proces rritje shpirtërore për çdo besimtar që e merr Kuranin si udhërofyes të tij në këtë muaj dhe në muajt e tjerë në vazhdim. Parimi i katërt i investimit shpirtëror në muajin e begat të Ramazanit, kemi ndërtimin e vullnetit, ushtrimin në durim dhe çlirimin nga zakonet e mëparshme. Allahu i Madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Kërkoni ndihmë me durim dhe me namaz, dhe ajo është e rëndë përveç për të përullurit. Ajeti 45 i sures Bekare. Në komentimin e këtij ajeti, nga Imam Sadiku paqja qoftë mbi të, është transmetuar se nëse njeriu t'i bie një fatkeqësi e rëndë, le të agjërojë, sepse Allahu i Madhëruar thot: kërkoni ndihmë me durim, pra me agjërim. Gjithashtu në një hadith kutsi thuhet se Allahu i Madhëruar ka thënë: të gjitha veprat e birit të Ademit shpërblehen 10 fish deri në 700 fish përveç durimit. Ai është për mua dhe unë shpërblej për ta. Shpërblimi i durimit është i ruajtur në dijen e Allahut dhe durimi është agjërim në këtë pjesë.
Agjërimi është angazhim praktik për të shkëputur për një periudhë relativisht të gjatë nga zakonet më të ngjitura me jetën e njeriut, si ushqimi, pija, kënaqësia dhe epshet. Kjo përbën një stërvitje konkrete të shpirtit për durim, dhe kush duron në lënjen e këtyre zakoneve, do të ketë më të lehtë të durojë edhe në çështje të tjera jetike. Muaji i Ramazanit nuk është vetëm ndalim, por njëkohësisht është dhe trajtim i karakterit dhe shpirtit të njeriut. Është palestër e vullnetit. Nëse dëshiron, mund ta lidhim veten tonë pra shumë lehtë në muajin e begatë të Ramazanit me Allahun e Madhëruar, të forcojmë ndërgjegjjen tonë dhe në momentin që njeriu kërkon këtë dhe e dëshiron këtë gjë, atëherë Allahu ja hap më së miri rrugën, sidomos në këtë muaj kaq të begatë. Parimi i 5 të nderuar dëgjues dhe shikues në lidhje me investimin shpirtëror në muajin e begatë të Ramazanit është se njeriu duhet ta agjërojë, por njëkohësisht të marrë dhe lidhjet shoqërore me njerëzit vërdall tij. I dërguari i Allahut ka theksuar domosdoshmërinë e kujdesit ndaj një sër marrëdhënie shoqërore dhe edukative në muajin e Ramazanit. Edhe pse shariati islam nuk ka lënë pa i theksuar këto në të gjithë ditët e vitit, megjithatë, për shkak të gjendjes së veçantë shpirtërore që përjeton agjëruesi, pastërtia e shpirtit dhe butësia e zemrës, është bërë theksimi i veçantë mbi ta, me shpresën që këto vepra dhe vlera të mizotrojnë në shoqëri gjatë gjithë vitit pas muajit të begatë të Ramazanit. Në hutbën e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, përmenden e para, sjellja e mirë me të moshuarit dhe të veçlit, ku ai thot, respektoni të moshuarit tuaj dhe mëshironi të veçlit tuaj. E dyta, mbajtja e lidhjeve farefisnore. Kush mban lidhjet farefisnore në këtë muaj, thot profeti, Allahu do ta lidhë atë me mëshirën e tij në ditën kur do ta takojë atë. E treta, nderimi i jetimëve. Kush nderon një jetim në këtë muaj, Allahu do ta nderojë atë në ditën kur do ta takojë atë. Dhënia e iftarit për agjëruesin është prej parimeve kryesore dhe investimit që mund të bëjë njeriu në këtë muaj. Kush prej jush i jep iftar një besimtar i agjërues në këtë muaj, do të ketë tek Allahu shpërblimin e lirimit të një robi dhe faljen e mëkateve të kaluara. Kjo pjesë e bën shumë të qartë që muaji i Ramazanit nuk është vetëm lidhje vertikale me Zotin, por njëkohësisht dhe një lidhje horizontale me krijesat e Allahut të Madhëruar. Është muaji i zemrës së butë. Është muaj ku zemra zbutet përmes pra përkushtimit, përmes dhënies së fjalës së mirë, pra përmes edukimit të shpirtit dhe shoqëria në momentin që zemra zbutet, ajo përmirësohet. Në kohën tonë, besimtari mund të ndjek disa pika praktike gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, të cilat reflektojnë sfida bashkëkohore dhe provime të përditshme. Do të them disa prej tyre. E para, të mos lejoj që muaji i Ramazanit të kalojë ashtu siç hyri, por të përfitoj prej tij me vepra të mira dhe të qëndroj si robi i Allahut, jo vetëm në këtë muaj, por edhe në muajt e ardhshëm. Të kujdeset për të varfrit, nevojtarët dhe jetimet, dhe të përpiqet të jap iftar për agjëruesit sipas mundësisë së vet, qoftë edhe një hurm apo një glonkuj. Të shmang programe televizive të padobishme, të përpiqet të shoh vetëm atë që është i dobishëm dhe edukativ për të dhe të mos lejoj që gjërat e tjera jo të dobishme të ndërhyjnë në pjesën e adhurimit të tij në këtë muaj. Të mos harroj që të lutet për besimtarët, duke kërkuar nga Allahu shpëtim dhe çlirim nga zjarri, veçanërisht për ata që përpiqen në rrugën e tij për të ngritur fjalën e Zotit të Gjithësisë. Të mos harroj të lutet dhe për mëkatarët dhe gabimtarët, që të udhëzohen në rrugën e drejtë, të pendohen dhe të qëndrojnë në rrugën e Allahut të Madhëruar, sepse lutja e agjëruesit pranohet me lejen e Zotit të Gjithësisë. Të krijojë aktivitete sa më shumë fetare brenda familjes, në mesin e tij shoqëror më të afërm, pra të mësoj disa ajete kuranore, hadithe, të bëj organizime, gara kulturore e fetare brenda shtëpisë, të tregojnë histori dhe tregime të ndryshme profetike kuranore e shumë të tjera. Të krijojnë atmosferë Ramazani në shtëpitë e tyre, sepse Allahu këtë kërkon prej nesh, që neve
të mbajmë lidhjen me të sa më të afërt, për këtë lidhje ta shfaqim edhe tek të tjerat, duke nisur nga familja, nga rrethi jonë më i afërt shoqëror e të tjerë me radhë. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita Allahut qofshin mbi ju.